ancet e tij përballë një kandidatit Partisë Socialiste, i cili ose e cila, meqense është grua, ka ato themi problemet e veta të ushtrimit të pushtetit, të qenurit ministre, të qenurit e hetuar nga Spaku, e lidhur ngushtë me ngjarje tragjike në vendin tonë, siç ishin pasojat e Covidit, e lidhur dhe me akuzat vazhdueshme për korrupsion në ministrinë që ka drejtuar dhe pas një rezultat në ministrinë e fundit, meqense koincidonte sot edhe me fillimin e vitit akademik, pa rezultate në ministrinë e arsimit, pa rezultate për universitetin apo për arsimin parauniversitar që gjendet në nivelet e fundit, sikurse arsimi universitar nuk njihet fare në rajon dhe as në Europë që t'jeti konkurueshëm në ato nivele që kërkohet nga një universitet. Pra, është